Kanceri i zorës së trashë në rritje tek të rinjt ulumtimet tregojnë faktorin kryesor. Nga Devi Sridhar, The Guardian. Më parë, plakja shihet si pjesë e jetës, diçka që prekte kryesisht njerëzit mbi moshën 60 ose 70 vjeç, por megjithse është ende e vërtetë që shumica e diagnozave të reja të kancerit prekin personat mbi 70 vjeç, modeli që ndryshon në mënyra delikate. Modeli po ndryshon në mënyra delikate. Disa kancere gjenden gjithmonë dhe më shumë tek të rinj. Për shembull, kanceri kolektoral të zorës së trashë, ndërsa normat kanë rënë tek ata mbi 60 vjeç, të dhënat tregojnë një rritje të ndjeshme në shumë vende të zhvilluara tek njerëzit nën 50 vjeç, në ata që quhet sëmundje me fillim të hershëm. Kjo nuk është vetëm për shkak të shqyrtimit më të gjerë ose diagnozës më të mirë, dhe nuk gjendet vetëm në një vend ose komunitet të caktuar. Rritja është reale dhe globale dhe afërsisht 94.700 të raste në vitin 1990, në 225.736 në vitin 2019. Një studim në gjithë Europën zbuloi se për ata të moshës 20-29 vjeç, incidenca u rrit me 7.9% në vit midis viteve 2004-2016 me normat që u rritën me 4.9% tek ata të moshës 30-39 vjeç dhe 1.6% në grupin 40-49 vjeç në afërsisht në të njëjtën periudhë. Jo vetëm që kanceri i zorës së trashë po rritet në çdo grup moshë nën 50 vjeç, por shkalla e rritjes është më e lartë në grupin më të ri. Modelimi sugjeron që kanceri kolorektal me fillim të hershëm mund të dyshohet çdo 15 vjet në Australi, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Angli, programi i shqyrtimit të kancerit të zorës së trashë i NHS-s mbulon njerëzit e moshës 50-74 vjeç, duke i ftuar ata për një shqyrtim falas çdo 2 vjet. Megjithatë, kjo grup moshë përjashton të rinj të cilët zakonisht diagnostikohen vetëm në një fazë të vonë kur kanceri është i përhapur dhe ata janë simptomatik. Çfarë po e shkakton kancerin tek të rinjt? Mund të përjashtojmë gjenetikën. Vlerësohet se 75% e rasteve janë tek njerëzit pa histori të mëparshme familjare ose predispozit gjenetike të njohur. Shkencëtarët kanë filluar të shqyrtojnë faktorët mjedisor të lidhur me rritjen e kancerit të zorës së trashë nga viti 1960, me çdo brez që ka më shumë gjasa të preket nga kanceri sesa i mëparshmi. Një faktor vazhdon të shfaqet si një fajtor kryesor, ushqimet ultra të përpunuara